Ka Mariglen Kumen, Mariglen? Si që kishe parashikuar, asgjë më shumë, asgjë më pak, pra një skenar i cili sigurisht është i plotësuar tashmë me të gjitha detajet. Pikërisht, Aida, një seancë në fakt që sipas rendit të ditës mund të kishte zgjatur gjatë, por ka përfunduar në më pak se 2 orë, duhet thënë, pasi që në fillim deputetët e Partisë Demokratike kanë tentuar të bllokojnë seancën duke zënë vendet, disa prej vendet e kabinetit qeveritar dhe duke tentuar që të mos lejojnë që të zhvillohet një seancë normale. Ka patur flakadan Aida të cilët janë ndezur nga deputetët e Partisë Demokratike. Kjo ka shkaktuar në fakt edhe një përleshje midis ligjvënësve demokrat dhe Gardës së Republikës së Shqipërisë, të cilët ishin gjithmonë në përpjekje për t'i larguar. Këto kanë bërë që momentet e ndezjes së flakadanëve kanë krijuar her pas here tensione të ashpra midis deputetëve të Partisë Demokratike dhe Gardës së Republikës së Shqipërisë. Ishte gjatë gjithë kohës sekretari përgjithshëm zoti Flamur Noka, Klevis Balliu, Belind Kolliçi, të cilët hidhnin akuza në drejtim të kryetarit të kuvendit zotit Peleshi, por edhe deputetëve të Partisë Socialiste se po mbrojnë Ergys Agasin, një nga personazhet e përmendur në dosjen e Akshit, në të cilën është etiketuar pra ky institucion si grup i strukturuar kriminal, pasi sipas të dhënave të SPAK janë marrë peng biznesmenë në mënyrë që të tërhiqen nga gara për tendrat të cilët ishin paracaktuar fituesit. Her pas here deputetët thoshin që ligjet që miratonin ishin për të krijuar kartelet e reja të drogës, duke vënë në qendër këtu sërish Ergys Agasin dhe ndërkohë kanë vijuar përplasjet mes deputetëve. Ndërkohë që deputetët e Partisë Socialiste në fakt Aida kanë qenë të pashqetësuar dhe kanë vijuar të votojnë pas propozimit të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili pasi u rikthyen në seancë plenare pas një shkëputje 5 minuta pasi u përjashtua Klevis Balliu, zoti Balla hodhi për miratim propozimin e tij për të kaluar direkt në votim, për shkak se debatet ishin të pamundshme të zhvilloheshin për shkak të situatës dhe një pjesë e ligjeve u votua me elektronik, ndërsa pjesa tjetër ishte me karton, dhe deputetët e Partisë Socialiste vijuan të pashqetësuar këtë procedurë, ndërkohë që her pas here kishte individ si Zeqen e Caushi apo edhe Rion Braçe, të cilët replikonin me deputetët e Partisë Socialiste, po ashtu edhe Toni Gogu apo ministri Piro Vengu, i cili në mënyrë të vazhdueshme replikonte me zotin Berisha, por edhe me Gazmend Bardhin, kreun e grupit të Partisë Demokratike. Sigurisht nga ana e deputetëve të opozitës kishin një formë presioni ose akuza ndaj ministrit të mbrojtjes Piro Vengu, i cili sipas tyre është i radhës nga mazhoranca që do të ketë që do të shkoj para prokurorisë posaçme për aferat korruptive të qeverisë sipas tij, dhe ndërkohë më pas ishte nga ana tjetër zoti Vengu, i cili i nënvlerësonte deklaratat e tyre duke i përçmuar sipas gjeseve dhe artikulimit që ai kishte, po ashtu edhe ministri për marrëdhënie me parlamentin Toni Gogu kishte po të njëjtin qëndrim ndaj deputetëve të Partisë Demokratike. Ndërkohë, kush ishte në vijën e parë? Dhe po lexoja tani disa informacione që garda jo me armë, jo përdori dhunë, se kjo do të jetë pjesë e komenteve. U përjashtua Balliu, pati përplasje Korreshin e pash që po ashtu Noka, po se mund të harrojmë ndonjë. Tani çfarë ndodhi si e peti nga afër? Ja. Pikërisht, kanë qenë deputetët, po themi, Flamur Noka, Klevis Balliu, Belind Kolliçi, Blendi Hinçi, Elda Hoti nga deputetët të cilët ishin, po themi, në pjesën ku qëndron kryesisht ministrat
ku në vendet e tyre. Këta dhe Sajmir Koreshi gjithashtu, këta kanë zhvilluar pothuajse po e quaj kështu përleshjen më të ashpër midis tyre dhe Gardës së Republikës, dhe në mënyrë të vazhdueshme sa herë që kishte tentativa, për shembull deputetja Elda Hoti her pas here ka hedhur ujë në drejtim të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, po ashtu kartona apo kartat e votimit të cilit i kanë për të identifikuar në pajisjen e kuvendit i lëshonin drejt kryetarit të kuvendit. Në këto momente krijoheshin edhe tensionet e shumta pasi deputetët në momentin që gjuanin drejt kryetarit të kuvendit tentoheshin të shtyheshin nga Garda e Republikës për të zbritur më poshtë, dhe kjo shkaktonte po them tension, her pas here këto tensione kanë qenë të ashpra dhe përleshje të ashpra, po them këtu me aktor Sajmir Koreshin me Gardën e Republikës, Bledion Albadin me Gardën e Republikës, Belind Këlliçi me Gardën e Republikës, Klevis Balliu po ashtu, por edhe deputetët e tjerë të cilët ishin disa shkallë më poshtë, si Yusuf Qela apo Gjin Gjoni, Blendi Hinçi, po kështu edhe këta kanë pasur të njëjtat përplasje me Gardën të cilët ishin më poshtë. Ndërkohë, zoti Berisha, Gazmend Bardhi, Gens Trazimiri, Albana Vogshi, Ina Zhupa apo deputetët tjerë kanë qenë në shesh pushimin para se aty ku deputetët shkojnë për të marrë fjalën e tyre pranë foltore, dhe ishin kryesisht një pjesë e tyre ishin me telefona në dorë për të mbajtur live në rrjetet e tyre sociale se çfarë ndodhte në parlament, ndërsa një pjesë e tjetër Gens Trazimiri për shembull fibrat edhe me atë sinjal duke replikuar dhe akuzuar. Se pastaj patëm ndjekjen e fibrave, u bë blek, edhe ne ndoqëm nëpërmjet Facebookut Sali Berishës, besoj. Pikërisht, kanë ardhur në ndihmë në këtë rast, por këto kanë qenë në fakt Aida përplasjet më të ardhshme me sa dëgjuam në mes të zhurmës, në fakt ka qenë Klevis Balliu dhe Flamur Noka, të cilët janë përjashtuar nga kryetari i kuvendit nga seanca plenare, megjithëse për shkak të situatës së krijuar ata nuk u larguan nga salla e parlamentit. Ja kuptoj. Tani seanca është mbyllur, besoj, Mariglen, ë? Përfundimisht. Përfundoi, u larguan deputetët e ato që ishin në rend të dite kaluan. Dhe ata të opozitës. U votuan që të gjitha me procedurë pa debat. E kuptoj. Dhe çfarë ishte më e rëndësishme? Që se kuptuam se çfarë ndodhi? Po ishte betimi i Endri Shabanit, po, dhe ishte zgjedhja e drejtorit të ri të Instat, i cili u votua dhe mori 77 vota nga ana e mazhorancës, në mos gaboj, pasi kishte edhe deputet ose kryesisht ministra të cilët nuk kishin mundësi të votonin për shkak se deputetet e opozitës i kishin marrë kartat me të cilët identifikohen dhe po ashtu edhe pajisjen në të cilën votojnë kishin të pamundur të aksesonin, pra mazhoranca arriti deri në 77 vota kryesisht në të gjitha projekt ligje të cilët kaluan ditën e sotme. E qartë. Mirë. Ndërkohë, spikati në fakt edhe ajo e akshit kur Berisha tha që dorëzoni Ergyes Agasin, po e them këtë sepse Ergyes Agasin. Po do ta analizojmë në fakt edhe në studio dhe të gjitha qëndrimet në këtë seancë parlamentare, po them në masën 80% të kohës, akuzat e opozitës ndaj mazhorancës kanë qenë se po mbrojnë Ergyes Agasin dhe bandën e Akshit, sipas tyre, po e mbrojnë dhe po i krijojnë lehtësira, po ashtu kishte akuza se Ergyes Agasin e lajmëruan para se të zhvillojë aksioni SPAK dhe para se të dilte
masa e sigurisë apo urdhri i arrestit për të është lajmëruar që të largojnë nga Shqipëria javë më parë, të paktën 2 javë më parë. Këto kanë qenë akuzat më të shpeshta dhe sipas tyre e kanë kthyer shtetin shqiptar në një vend që menaxhohet nga bandat kriminale, duke u referuar konkretisht asaj skemës se çfarë ndodhte te Akshi ku po them përplasja midis biznesmenëve dhe tenderat e paracaktuar bënin që të vijej në lojë nën drejtori i policisë së Tiranës, por në një farë mënyrë i komanduar nga Ergys Agasi për të bërë të mundur marrjen peng e biznesmenit dhe për ta detyruar atë që të mos ankimonte procedurën e tenderimit të një tender i cili tendera sekret të cilët kryesisht ishin të paracaktuar për kompaninë përkatëse. Megjithatë, ky qëndrim sot ishte për avokatën e popullit, pra kjo revolt, për cilën do ta çojnë kushtetuesi, kanë mbledh firmat apo është vetëm deklarative që ta mbyll si argument? Në fakt janë në proces, vendimi është marrë Aida që ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese. Zoti Berisha në fakt ka mbajtur një qëndrim fillimisht që këtë proces të mos e dërgojnë në gjykatë kushtetuese me argumentin e tij se nuk presin asgjë nga gjykata kushtetuese, duke insinuar se njësoj si të gjitha pushtetet e tjera kontrollohet edhe ai nga kryeministri Edi Rama. Por në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar ka qenë një numër i madh deputetësh të Partisë Demokratike, të cilët kanë insistuar në fakt dhe nëse nuk do të pranojë të kërkuan që kjo të hidhej në vot në mënyrë që të çojë kjo çështje në gjykatë kushtetuese, pasi sipas tyre ata i kishin dhënë firmat vetëm si kandidaturë për të dëgjuar në parlament dhe jo për të marrë po themi konfirmimin e tyre për të bërë avokat populli Endri Shabani dhe e gjitha ajo po themi lëvizja e tyre për ta dëgjuar sipas zotit Berisha, por edhe leadershipit të Partisë Demokratike ishte bërë në frymën e asaj klimi që u krijua ku u mbështet kandidatura e Përbashkët e Pavarur, pra për kandidaturën e Florian Binait për Bashkinë e Tiranës, zgjedhje në fakt të cilat nuk u zhvilluan. E qartë. Mirë, faleminderit Mariglen për gjithë solle në vëmendje.